Vetëm pak ditë më parë, Bordi Artistik i Qendrës Kombëtare të Kinematografisë në Tiranë votoi filmin Falja e Gjakut me regji të Joshua Marston dhe skenar të Andamion Muratajt për të përfaqësuar Shqipërinë në Akademinë Oscar. Në garë ishin 4 filma, prodhime të fundit të kinemas shqiptare, si filmi Maja, Ballkan Bazar dhe Amnistia. Regjizori i filmit Ballkan Bazar, Edmond Budina, mendon se filmi Falja e Gjakut nuk e përfaqëson Shqipërinë, por ai thotë se nuk kam dyshime për mënyrën e të realizuarit artistikisht. Si ndiheni që filmi juaj nuk ka fituar të drejtën nga komisioni për qenë pjesë në Oscar, por ka fituar Falja e Gjakut? Nuk ndihem fare, domethënë në kuptimin që të them të drejtën, unë nuk e dija fare, askush nuk më mori mendimin që ta fute për konkurim, dhe kur lexova në internet që Edmond Budina konkuron dhe nuk fiton, thash po mos kam konkuruar, se askush s'më mori mendjen. Por them që është një vendim i papjekur, vendimi i jurisë që vendosi për faljen e gjakut. Dhe këtë e them jo se falja e gjakut nuk ka vlera, përkundrazi mund të ketë vlera shumë të mëdha. Unë nuk e kam parë filmin dhe nuk mund ta gjykoj, por jam i bindur që është një vepër shumë e mirë. Por nuk është film shqiptar dhe një nga kriteret bazë të paraqitjes Oscarit është unë bëra një kërkim në internet dhe pash kudo ishte USA. Domethënë ai nuk është prodhim shqiptar, është e turpshme që Shqipëria të paraqitet me një vepër të një shteti tjetër. Është njësoj si filmi Milioner që ka marrë disa Oscare, që flitet në hinduisht, të merrte Oscarin duke përfaqësuar Indinë, në një kohë që përfaqëson Amerikën. Mendoni se shpesh deklaratët të tilla merren edhe si xhelozi profesionale mes regjisorëve? Fatmirësisht unë jam i zhveshur nga këto gjëra dhe nuk më bën përshtypje fare. Unë e përsëris, domethënë nuk më bën përshtypje nëse shkon kushdo film. Unë isha i përgatitur që nuk do të shkoja dhe e di që nuk do të shkoj. Edhe për faktin që filmi im ka ngjallur polemika dhe mbase mund të dëmtojë në një raport në gjë dhe nuk e kam atë ambicie. Veç kësaj, këtë e kam parë qysh me letrat e erës, që nuk kam pasur ambicie dhe të gjithë e kam kuptuar që nuk kam ndonjë ambicie ose inate ose mlefe, sepse e di duke jetuar 20 vjet jashtë Italisë kam një mentalitet krejtësisht tjetër, të cilin nuk e kanë, të më falin ata që jetojnë brenda Shqipërisë dhe që ditë dhe natë grinden me një tjetrin, dhe jam koshient në atë që unë nuk jam në tavë. Ndërkohë që regjizori i filmit Amnistia, Bujar Alimani, shprehet se është Akademia Oscar që vendosi me çfarë do të përfaqësohet Shqipëria. Nëse Akademia Oscar vendosi, uroj suksese filmit Falja e Gjakut. Është e rëndësishme që Shqipëria të përfaqësohet në Akademinë Oscar, që është, le të themi, ambicie për çdo regjisor besoj. Sigurisht që çdo vend mund të përfaqësohet dhe duhet të përfaqësohet, përderisa Akademia ka një aplikim të hapur për çdo shtet. Në rastin tim, në rastin ton, votimi ose kundërshtia ime ka qenë totalisht për çështje teknike. Nuk gjykojmë vlerat e filmit sepse ato janë përgjithësi subjektive. Por çështja ka qenë totalisht protokollare. Është akoma sepse në Shqipëri ndonjëherë edhe keq kuptohen gjërat, çdo gjë që na vjen e gëlltisim pa studiuar mirë, për fat mirë, çdo gjë sot është në internet, është e hapur, me një klik mund të hysh kudo në botë. Pra atë secili do të jetë filmi që të përfaqësojë Shqipërinë në Oscar është në dorë të Akademisë. Besoj që po shfrytëtohet nga Akademia dhe ata do të vendosin cili do të jetë filmi, ose nëse kjo kandidaturë që u zgjodhet nga Shqipëria do të pranohet ose jo. Dhe nëse kjo kandidaturë që u zgjodhet nga Shqipëria do të pranohet ose jo, do të pranohet, unë publikisht do t'ju uroj sukses e gjithë produksionit filmit në rastin konkret Faljes Gjakut. E keni parë? Sinqerisht, e kam parë në Berlin. Si të shtukur? Është film shumë i mirë. Që për vitit 1996, 4 filma shqiptar kanë aplikuar, por asnjëri nuk është nominuar për Oscar.